Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror informativ në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Shqipëria mbyll 3 kapitujt e parë të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Konferenca ndërqeveritare mbahet në Bruksel me 14 korrik. Qeveria prezanton programin për transformimin e qyteteve, 1.5 miliard euro për hapësirat publike. Rama thotë se i shërben antarësimit në Bashkimin Evropian. Ekspertët e turizmit e konsiderojnë alarmant sulmin ndaj bizneseve, po njolloset imazhi i Shqipërisë do të ketë pasoja negative dhe për sezonin e ardhshëm. Një 40 vjeçar ekzekutohet me armë në Kurbin pranë pallatit ku banonte. Policia identifikon autorin e krimit që rezulton të jetë me precedent penal. Vjojmë gjërësisht me lajmet. 3 kapitujt e parë të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian janë mbyllur. Këshilli i BE-s vendosi që konferenca ndërqeveritare të zhvillohet në Bruksel me 14 korrik. Kryeministri Rama reagoi duke thënë se Shqipëria nuk ndalet dhe se fjala e qeverisë është vetëm puna. Shqipëria ka shënuar një tjetër hap të rëndësishëm në rrugën drejt Bashkimit Evropian duke mbyllur negociatat për 3 kapitujt e parë të procesit të antarësimit. Gjatë paradites, grupi punës për zgjerimin Këshillit të Bashkimit Evropian Koela miratoi mbylljen e negociatave për kapitullin 30, marrëdhëniet me jashtë, kapitullin 26, arsimi dhe kultura dhe kapitullin 25, shkenca dhe kërkimi. Vendimi mori më pas edhe miratimin e ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-s gjatë mbledhjes së komitetit të përfaqësuesve të përhershëm, duke përfunduar kështu procedurën përpara formalizimit të tij. Ky vendim i Unionit solli edhe reagimin e kryeministrit Edi Rama. Shqipëria nuk ndalet. Than negociatat u bllokuan, than samiti NATO u anullua, than qeveria u rrëzua, than ç'nuk than, e gjë pa thënë s'do len, sepse puna e tyre janë llafet, ndërsa fjala jonë është puna. Sipas agjendës së publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Bashkimit Evropian, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të zhvillohet në Bruksel më 14 korrik, ku pritet të zyrtarizohet mbyllja e këtyre 3 kapitujve të negociatave. Mbyllja e këtyre kapitujve përfaqëson një tjetër progres në procesin negociues të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Për të bërë shtet antar i BE-s, vendi duhet të përfundojë negociatat dhe të mbyllë gjithsej 33 kapituj që mbulojnë të gjitha fushat kryesore të legjislacionit dhe politikave evropiane. Shumica dhe opozita janë përplasur në Komisionin e Jashtëm për çështjen e integrimit evropian. Ato shkëmbyen akuza për amendamente që lidhen me antarësimin, por edhe për shpenzimet e qeverisë për koncertin e Kanye West në Tiranë. Mungesa e dakordësisë për miratimin e një deklarate të përbashkët në mbledhjen e Komitetit të Stabilizimit dhe Asociimit u bë shkak për debate në mbledhjen e Komisionit të Jashtëm në Kuvend. Me pretendimin se po pengohet procesi i integrimit, opozita vuri në dukje rrëzimin e amendamenteve gjatë takimit të së njëjtës. Ka ndodhur një ngjarje që në këndvështrimin tim është një sinjal alarmi për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Si opozit kemi depozituar 35 amendamente, 31 prej të cilave janë votuar pro nga eurodeputetët, ndërkohë që majoranca i ka rrëzuar. Por majoranca i rikujtoi PD-s, se janë miratuar në fakt një sër amendamente që ata kanë depozituar. Një pjesë e amendamenteve të Partisë Demokratike u miratuan edhe me votën tonë si deputet të Partisë Socialiste. E njëjta gjë ndodhi me një pjesë të amendamenteve të europarlamentarëve. Një pjesë u votuan dhe u miratuan, një pjesë nuk u miratuan. Por diskutimet dhe akuzat nuk përfunduan me kaq. Një tjetër pretendim i opozitës ishin paratë e përdorura nga qeveria për koncertin e reperit amerikan Kanye West. Ka para për koncertin, po nuk ka para për pensionet, ka para për bujqësinë, nuk ka para për bujqësinë, po ka për koncertin. Nuk ka para për zjarfiksit, po ka për koncertin. Kush e vendos të prioritet? Po është një ngjarje shumë e madhe për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Janë rreth 30.000 huaj nga 80 vende të ndryshme të botës që vizitojnë Tiranën, kështu që shumë mirë të vinë edhe ta ndjejnë e ta përjetojnë Tiranën ashtu siç është vërtet, e jo ashtu siç ka dalë në disa nga këto lajmet dashakeqe të revolucionarëve patetik në bulevard.
Më herët, lidhur me fondin prej 4 milion euro është të harxuar për koncertin e Kanye West. Reagoi dhe kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se fitimet që do të sjellë do të jenë edhe më të mëdha se fondi i alokuar për koncertin. Kryeministri Edi Rama ka dhënë detaje për projektin e ri të transformimit të qyteteve që sipas tij shërben edhe antarësimit në Union. Fondi prej 1.5 miliard eurosh do të shkojë për investime që synojnë shndërrimin e hapësirave publike. Qeveria prezantoi programin Rilindja 2.0, e cila parashikon një fond prej 1.5 miliard eurosh, që do të përdoret për transformimin e qyteteve dhe hapësirave publike. I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se me modernizimin janë bërë edhe më të qarta mangësitë që duhet të përmirësohen. Me arsyet që na çojnë në këtë program. Fakti është që sa më shumë përmirësohen kushtet, aq më shumë bie në sy si e papranueshme ajo që mungon. Dhe kjo nuk është mosmirnjohje, është pritshmëri për standarde të tjera. Për Ramën ky program shërben dhe për procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Dhe standardin ne kemi vendosur vetë është Europa, dhe tani duhet të përputhim Europën me çdo gjë që secili në këtë vend shef. Gjatë fjalës së tij, Rama bëri dhe një krahasim me mjekët e real dhe fallxorët, duke theksuar se pakënaqësitë e qytetarëve duhet të shërbejnë si reflektim. Ne po duhet kuptojmë pse i lind nevoja për fallxorët njerëzve. Dhe shkaku jemi ne, që ta kemi shumë të qartë. Po e kërkuam shkakun të tjera gjëra, duhet ta lëm këtë punë, sepse do të thotë që eksperienca na ka bërë cinik. Fallxorët ja fusin kot. Njerëzit nuk ja fusin kot. Njerëzit kanë një nevojë që ne duhet t'ja u kuptojmë dhe t'ja u plotësojmë. Rilindja 2.0 do të shërbej për investime tek furnizimi me ujë, transporti urban, menaxhimi i parkimeve si dhe infrastruktura bujqësore. Për ekonominë e kujtdo. Goditja e turizmit me komente negative të pavërteta përbën një akt shumë të rrezikshëm për këtë sektor. Ekspertët vërejnë se ato njollosin në tërësi imazhin e Shqipërisë dhe mund të sjellin pasoja negative sezonin që vjen. Një valë sulmesh të koordinuara në platformat online po godet prej ditësh një sër biznesesh shqiptare, kryesisht në sektorin e turizmit, në kulmin e sezonit veror. Përmes komenteve dhe vlerësimeve masive negative, këto biznese po përballen me një goditje të drejt për drejt ndaj reputacionit të tyre, me pasoja që sipas ekspertëve mund të shtrihen shumë përtej këtij sezoni turistik, duke dëmtuar kështu një industri që në vitet e fundit ka qenë motori kryesor i ekonomisë. Njohësit e industrisë paralajmërojnë se nëse kjo praktik nuk ndalet, dëmi nuk do të kufizohet vetëm te bizneset e prekura. Në lojë është besueshmëria e Shqipërisë si destinacion turistik, në një kohë kur konkurrenca rajonale për turistët është më e fortë se kurrë. Janë biznese të cilat kërkohen nga turistët e huaj, pavarësisht se në një kohë afatshkurtër këto lloj sulme nuk kanë impakt të menjëhershëm në bizneset respektive, ato krijojnë një imazh negativ për sezonet që pritet të vijojnë. Është e vërtetuar tashmë që turistët janë shumë të predispozuar që të lexojnë përshtypjet e atyre turistëve të tjerë që kanë qenë më përpara në objektiva turistik, në aktivitete të ndryshme komerciale apo tregtare apo në për hotele dhe restorante. Dhe në momentin që shikohen këto lloj reviewsh në një sulm kaq masiv, atëherë normalisht që tek turistët e huaj lihet kjo përshtypja që diçka nuk është në rregull. Ekspertët e konsiderojnë këtë fenomen një precedent të rrezikshëm, duke theksuar se protesta nuk mund të kthehet në një mekanizëm për të dëmtuar bizneset private që ushtrojnë aktivitetin e tyre në përputhje me ligjin.
Liria jote përfundon aty ku cënohet e imja. Pra praktikisht ti nuk mund të protestosh për avantazhet apo për të mirat që ti presupozon që të takojnë, por duke rënduar mbi aktivitetet e mia. Në fund fare janë biznese, janë aktivitete komerciale, tregtare, të cilat funksionojnë mbi bazën e legjislacioneve në fuqi. Është e rrezikshme, gjithsecili ka lirinë e shprehjes, por kur kjo liri shprehje koordinohet për të krijuar një disavantazh të dukshëm në ekonominë e tregut, atëherë mund të hyjë dhe në incidenca të ndryshme ligjore. Një ditë më parë, policia e shtetit deklaroi se mbi 10.000 llogari dhe faqe me aktivitet të dyshimt janë identifikuar si pjesë e skemës që po përdoret për të publikuar masivisht komente dhe vlerësime negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve turistike me synim dëmtimin e reputacionit të tyre dhe goditjen e imazhit të Shqipërisë si destinacion turistik. Për këtë sulm virtual, strukturat e hetimit të krimit kibernetik kanë nisur hetimet për verifikimin e platformave online. Hetimet për dhunën dhe një 17 vjeçarie në Fier kanë rënduar pozitën e 3 vajzave autore të krimit. Njëra prej tyre është dërguar në burg dhe tjetra në arrest shtëpie, ndërsa e mitura që rezulton e sëmur është shtruar në spitalin psikiatrik. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata e Fierit ka ndryshuar masën e sigurisë për 3 vajza që dhunuan 17 vjeçaren, një ngjarje që tronditi opinionin publik pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale. Gjykata vendosi arrest në burg për 19 vjeçaren e përfshirë në ngjarje, ndërsa një nga 15 vjeçaret u lanë në arrest shtëpie. Ndërkohë, për të miturën tjetër, gjykata urdhëroi shtrim të përkohshëm në një spital psikiatrik, pra një institucioni të posaçëm për të mitur në kryeqytet. Ajo rezulton e përfshirë jo vetëm në dhunimin ndaj të miturës, por edhe në një episod të mëparshëm agresioni ndaj nënës së saj. Hetimet nisën pas publikimit të videove në rrjetet sociale, ku dokumentohej dhunimi i rënd i të miturës nga bashkëmoshataret. Megjithatë, kjo nuk është e vetmja vepër penale e tyre. Nga të dhënat që policia e Fierit ka, rezulton se vajzat kishin ndërtuar një skemë shantazhi ku fusnin në kurth burra, të cilët fillimisht i joshnin dhe u linin takim në një hotel. Më pas, i fotografonin dhe i shantazhonin. Në këtë grack përfundoi edhe një punonjës policie, i cili u përjashtua nga forcat e rendit. Vajzat do të dalin para gjykatës për rivlerësimin e masës së sigurisë në datën 12 korrik. Kurbinju u trondit nga një atentat që i mori jetën një 40 vjeçari. Ajo ekzekutua në hyrje të pallatit ku banonte, ndërsa policia identifikoi autorin, por nuk ka mundur të arrestojë ende. Motivet e krimit nuk dihen, ndërsa po hetohet e shkuar e viktimës që njihej me disa mbiemra. Një 40 vjeçar u ekzekutua mbrëmjen e sejnte sapo kishte zbritur nga makina e tij në Kurbin. Viktima e identifikuar si Ilir Gjini, që njihej gjithashtu me 3 mbiemra të tjerë, Koka, Lika e Nure, është qelluar me 7 plumba në organet jetësore. Policia ndërkohë ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim autorin Emilian Suti, i njohur edhe si Artur Suti. Ky fundit ka hapur zjarr menjëherë pasi Gjini kishte parkuar mjetin e tij tip Benz dhe po hynte në pallatin ku banonte. Edhe pse ka tentuar të largohet, Gjini është ndjekur dhe qelluar sërish pranë hyrjes së godinës. Paraprakisht mësohet se viktima dhe autori banonin në të njëjtën lagje. Sipas policisë, autori Artur Suti është dënuar me 5 vite burg për kanosje për shkak të detyrës dhe ka precedent penal për armbajtje pa leje. Gjithashtu ai ka qenë arrestuar në Belgjik për vjedhje. Në vitin 2011 ai ka arritur të shpëtojë edhe një atentati para komisariatit të Kurbinit. Artur Suti është vëllai i Gentian Sutit të Fortit Laçit, i arrestuar më parë për drogë, vjedhje dhe vrasje. Në 2010 vëllezërit Suti u arrestuan dhe u akuzuan për tentativë vrasje pasi hapën zjarr ndaj policisë dhe u përballën me akuzat mbajtje pa leje të armëve luftarake, fyerje për shkak të detyrës dhe mosbindje të urdhrit të policisë. Dyshimet e para për vrasjen e sejntes lidhen me qëndrimin e viktimës jashtë vendit, ndërsa ekspertët po vjojnë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe identifikimin e autorëve të tjerë të përfshirë. Për kapjen e 40 vjeçarit në ndihmë të policisë vendore janë angazhuar edhe shërbimet e forcës kombëtare të sigurisë së njësisë Shkodër. Një grup kriminal që vepronte në zonën e Lezhës është dënuar nga gjykata. 5 prej antarëve të tij u akuzuan për trafik të lëndëve narkotike, si dhe për organizimin e atentateve.
shpallen fajtor 5 pjesëtar të dosjes revanshi. Ata akuzohen për sigurim të kushteve për të kryer vrasje, kultivim lëndësh narkotike dhe armbajtje pa leje përmes krimit të organizuar. Gjykata e posaçme dënoi me nga 10 vjet një ish policë të Reneas, Adrian Piklin dhe Devis Bajramajn. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, secili prej tyre do të vuajë 6 vjet e 8 muaj heqje lirie. Për gjatë 2020-2021-shit, ata u përfshin në tregtinë e palishme të armëve dhe të municioneve. Mes të dënuarve bëjnë pjesë edhe 2 të afërm të ish deputetit socialist, Eduard Ndreca. Vëllai i tij, Armando Ndreca, u dënua me 11 vjet burgim, i cili u reduktua në 7 vjet e 4 muaj nga gjykimi me procedurë të shkurtuar. Sipas PAK, ai ka siguruar prodhimin e 243 kg hashash në Lezhë. Elvis Ndreca, djali i Xhaxhait të ish deputetit socialist Eduard Ndreca dhe Edison Muceku, u dënuan secili me 8 vjet burg që prej gjykimit të shkurtuar shkon në 5 vjet e 4 muaj. I pari u shpall fajtor për sigurim të kushteve për të kryer vrasjen e Durim Bamit në korrik të 2020-s, ndërsa Edison Muceku ka tentuar të vrasë një tjetër person. Policia e kryeqytetit ka publikuar hartën e rrugëve që pritet të bllokohen nga koncerti Kanye West në Kashar. Duke filluar nga ora 7 e mëngjesit të së shtunës, ndaloi qarkullimin në rrugën dytësore të autostradës Tiranë-Durrës. Bllokimi vlen deri në orën 12 në mesnatë, ndërsa sqarohet se korsia me sens daljeje do të jetë e lirë për automjetet. Për të njëjtën fashë orare ndalohet dalja nga rreth rrotullimi i terminalit Veri-Jug për të rruga dytësore, kurse autostrada është e hapur. Gjithashtu nga ura institutit deri tek e njëjti terminal, rruga do të jetë pjesërisht e bllokuar. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.